Përshëndetje nxënës, mirë se erdhët në E-klasa. Unë jam Hatixhe Mehmeti, mësuese pranë shkollës fillore komunale Kongresi i Manastirit, fshati Llopat, komuna e Kumanovës. Sot është një ditë e veçantë për ju nxënës dhe për të gjithë ne, pasi që në këtë ditë fillon viti i ri shkollor. Andaj ju uroj një vit të mbar, të gëzoni shëndet të plot dhe të korrni shumë suksese në mësime. Uroj që ky shtator të na mbledh të gjithëve shëndosh e mirë në folen e diturisë. Gjatë kësaj ore mësimore, së bashku do të punojmë në lëndën e gjuhës shqipe. Fusha programore, të shprehurit dhe krijimtaria. Njësia mësimore, pushimet verore në kushte pandemie. Qëllimet e kësaj ore mësimore janë këto: të përshkruani gojarisht pushimet verore, të përshkruani pushimet verore sipas situatave, të përdorni si duhet shkronjën e madhe dhe shenjat e pikësimit, të pasuroni fjalorin me fjalë të reja. Të rikujtojmë. Gjatë pushimeve verore, fëmijët duhet të kalojnë kohën jo vetëm para televizionit, kompjuterit apo çdo mjeti tjetër teknologjie. Ata duhet të luajnë lojra reale në ambiente të hapura, duhet të ushtrojnë sporte në varësi të aktiviteteve dhe fizikut apo mundësive që kanë, duke shkuar në plazh, në mal, në pishina ose në vende me gjelbrim. Fëmijët nuk duhet të lënë anash leximin, duhet të lexojnë lektyra, revista dhe libra të ndryshme që ju pëlqejnë atyre. Pasi që kjo është ora e parë e mësimit pas pushimeve verore, shoku juaj Genti ka bërë një përshkrim se si i ka kaluar ai pushimet. Ju ftoj ta dëgjoni me vëmendje. Pushimi veror në kushte pandemie. Këtë pushim e filluam pa u përshëndetur me shokët dhe shoqet e klasës, si dhe me mësuesen ton të dashur, pasi që muajt e fundit të vitit shkollor nga klasa e kaluar mësimin e zhvilluam nga distanca për shkak të pandemisë. Për atë, pushimi veror ishte me të vërtet pushimi gjatë për mua. Pasi që gjithë njerëzimi po ballafaqohej me një virus të papar ndonjëherë i quajtur COVID-19 ose ndryshe koronavirusi, ku u prek edhe vendi ynë, ishte e pamundur të kemi afërsi fizike me njerëz të tjerë. Andaj, pushimin e kalova më tepër në ambientet e shtëpisë, duke u argëtuar me vëllezërit e mi. Por më mungonin lojrat në natyrë me shokët dhe shoqet e lagjës, gjë që nuk preferohej nga epidemiologët. Mirë po gjatë atyre ditëve unë lexova lektyrat Një jetë në anije, Aventura në pyllën me pisha, si dhe shumë revista dhe libra të tjera. Pasi që leximi më pëlqen shumë, unë kërkova dhe në rrjetet sociale libra për lexim dhe i lexova disa prej tyre. Pushimit po i vinte fundi dhe po afrohej shtatori. Fatmirësisht, së bashku me familjen time, vendosëm që këto ditë t'i kalojmë në Bregdetin e bukur të Shqipërisë. Atje kalova shumë bukur, duke ju përmbajtur masave mbrojtëse, pra mjete për dezinfektim, në vende me shumë njerëz dhe ambiente të mbyllura dhe vendosjen e maskës dhe mbajtjen e distancës. Në plazh njoftova shokë dhe shoqe nga vende të ndryshme, luanim dhe argëtoheshim së bashku,
por edhe bisedonim, ndanim mendime dhe eksperienca për disa platforma që kishin përdorur për zhvillimin e mësimit online. Por nuk mungonte edhe brenga se si do t'ja fillojmë në shtator vitit të ri shkollor. Tani unë po e pres me padurim ditën e parë të shkollës, që të takoj shokët dhe shoqet e klasës, mësuesen time, si dhe dua sa më shpejt të njoftohem me arsimtarët e tjerë që do të ligjërojnë në klasën time. Sot do të na shuhet malli edhe për klasën tonë me punime të ndryshme që na mbetën për gjysmë për stinën e pranverës të varura në muret e klasës, për oborin dhe kopshtin e shkollës, për fushën e sportit, si dhe për zilen e shkollës që na mungoi jashtë mase për disa muaj me radhë. Shpresoj që punimet e pranverës t'i zëvendësojmë me ato të vjeshtës, për të gjallëruar klasën tonë. Uroj që këtë vit ta kalojmë me shëndet të plot në bankat shkollore të gjithë nxënësit në mbarë botën. Ky pra nxënës ishte një përshkrim nga Genti. Besoj se e keni dëgjuar me vëmendje tekstin e Gentit. Çka vërejtët? Pra, vërejtëm se në këtë tekst Genti ju ka përmbajtur rregullave drejtshkrimore, hyrjen, pjesën kryesore dhe pjesën përfundimtare. Tani mund të shkruani edhe ju në fletoret e juaja se si i keni kaluar pushimet verore, duke pasur kujdes të shprehurit e drejt, si dhe shenjat e pikësimit. Ju faleminderit për vëmendjen.